Kolshi neolitik me histori, brez pas brezi ka qëndru, në këtë fshat, shpi për shpi, fisi Demhasa është dallu. Me laps në dorë të numrosh, kjo derë ngelet në vend të parë, e kjo ndodhë vetëm në Kolsh që ka mbi 10 arsimtarë. Është Mehmeti dhe Zulfia, mësues të vjetër me përvojë, natën vonë tek shtëpia dritat nez i shikojmë. I ngjan shkollës dhe shtëpia, shumë pjesëtar ju futën punës, prap mësues, djali dhe bia, por dhe trit që ecin udhës. Lindën djem edhe vajza, me merak si që din vetë, djali dytë, Osman Demhasa, infermier ka për të mbet. Për shumë kohë në kirurgji, në spitalin Meriman Braha, në kryet punëve me fantazi, Shaqir Shehu Mustafa. Pas të ndërrimit të sistemeve, Osmani vetën teston, detyrë vetës a i dhen punë tjetër a i fillon. Fillon punë privatisht, dita ditës, diçka të re, në mobiljeri fillimisht ditë natë gjithmonë pange. Dhe në kohën e çminimit, Osman Demhasa me marak, ju gjend afër gjithë njerëzimit që minat u shkaktuan plag. Në Kalimash, pranë tuneleve, fillon punë si infermier, ishte veni i shumë modeleve vigjilenca që përherë. I kujdesshëm dhe në familje, si në punë edhe në jetë, njeriu që kur s'pati hile dhe i tillë derisa ndrojet. Kolshi i neolitit dhe kukshi i vjetër ja përcollën kukshi të ri, punën djersën e një jetë tamam si një mrekulli. Atë ditën e varrimit pati shumë kallabllek, ju than fjalët e më të mirit, fjalë kujtese për të mbet.